Për Shqipërinë kanë dëgjuar të flitet pak e ndoshta për shumë prej tyre, përpara se ta vizitonin. Shqipëria mund të ishte thjesht një vend I vogël në Ballkanin Perëndimor, të mrekulluar nga natyra, kostumografia dhe thyrja e fortë e relievit, brenda një shteti vetëm 28.000 km², një grup pushuesish nga Hollanda I shtohen pushuesve të huaj të cilët vizitojnë Shqipërinë. Pushuesit shprehen të impresionuar për plazheve të jugut, vendeve arkeologjike e Alpeve të Veriut të vendit. Në vizitën e tyre në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë, ata dëgjojnë me kërshëri historinë e pavarësisë së Shqipërisë, duke shprehur edhe përshtypjet që kanë nga kjo vizitë. It is a very nice country. Është një vend shumë I këndshëm, malet e bukura dhe njerëzit janë të dashur. Është çdo gjë në rregull. It is okay. For our son was 25 years ago here already. Lidhjet e mia me Shqipërinë nuk fillojnë sot, por 25 vjet më parë. Djali im ishte gëtuar në një familje afër Butrindit. Ai shkoi në Hollandë dhe mblodhi disa ndihma për ta sepse ata ishin të varfër. Ne I kemi ruajtur lidhjet me këtë familje mikpritëse. I liked it here. The silence up in the mountains. Më pëlqen këtu, qetësia e maleve është e këndshme dhe ky muze flet shumë për historinë e vendit tuaj. Përshtypjet pozitive dhe mikpritja e shqiptarëve I bëri holandezët të premtojnë se do të kthejnë përsëri në vendin tonë.